Policia e Tiranës ka sekuestruar një ser kamerash sigurie të bizneseve në afërsi të pallatit që u përfshin nga flakët në zonën e njohur si Farmacia 10. Referuar kamerave të sigurisë në pamje shihen disa fëmijë të mitur që luajnë në afërsi të marketit i cili u përfshin nga flakët i pari. Dy prej tyre afrohen te kartonat me mbeturina të marketit të vendosura te fasada e pallatit dhe hedhin në dukje një letër brenda. Pas 7 minuta shkutit marrin flak. Zjarri arrin të depërtoi brenda strukturave të fasadës së objektit, ku për shkak të materialit jo të duhur të përdorur në ndërtim, flakët në pak minuta përpinë gjithë godinën. Megjithatë, nuk përjashtohet as mundësia që një cigare ndezur e hedhur nga lart të jetë shkaku i tragjedisë. Zjarri është favorizuar nga materialet e dobta dhe të djegshme të fasadës së pallatit, ku me pak se një orë, flakët arritën deri në katin e 12 duke mbuluar godinën. Për këtë ngjarje në nënhetim është vendosur pronari i kompleksit Arlis Armando Lilo, si dhe 2 punonjës të marketit. Sakaj që është arrestuar menaxherja marketit, administratori i pallatit, inxhinieri drejtues i punimeve dhe administratori i subjektit që ka bërë punimet për fasadën e kompleksit. Një tjetër element që nxjerr zbuluar punimet jo cilësore të firmës Arlis është edhe kontrata firmosur për ndërtimin e fasadës, ku klientët garantoheshin se ndërtimi ishte cilësor dhe me materiale të sigurta kundër djegjes.